duhet pyet çka mendon ti, a vaj rëndësishëm është Albin Kurti a ish presidenti Thaçi? Shiko, ish presidenti Thaçin politikën e jashtme edhe Ibrahim Rugova janë të pazëvendësueshëm. Në aspektin patriotik dhe në aspektin e politikës të jashtme, ne Hashim Thaç vlen sa nimi Albin Kurta. Në aspektin e politikës të brendshme, Hashim Thaçi bashkë me shokët e vet, çka i kanë bën këtij veni, është rezultat Albin Kurti. Më thonë, Zoti i Madh i ka dënu ata edhe neve me Albin Kurtin. Dënim më të madh Zoti s'kishte ditë me dhon këtij veni. Kështu që kjo është çorba cilën e ka gatu Hashim Thaçi me lloj-lloj debile, me lloj-lloj njeriu pa kurfar kredo të njeriut, edhe sot kemi ardhur në durt e axhamive, në durt e njerëzve të cilët për herë të parë kontonumër kanë hap kur janë bërë deputet. Veç shiko çfarë niveli deputetëve ki. 80% të tyne kanë hap vendin e parë të punës se kanë politikë si deputet. Nështë e ke pa se u bë dhe e madhe sot e ka pas edhe protest që përparim Rama, kryetari i Prishtinës, i ka dhënë ka 50 euro për këta që kanë me marrë një qenë me mbajtë. Po çka mendon ti që 10 euro japën për një fushnje e 50 euro për dikant që ka me mbajtë një qenë? Tani unë jam 1.000.000% me përparim Ramën. Kur ban fëmijë, duhet me mot, a mund me majt, as mund me majt. Apo kuptan? Kështu që një popull që kënaqet i vjen lezet me shkel bishtin macës e me vra qenin rrugë, për që ta ne jemi harbut. Kjo është arsyeja pse na jemi nga brenda barbar. Se këta qetë në dy kom e kanë hap debatin për qenë 4 kom. Ai që ka kujdes për qenin, për macën, për natyren, për ujin, për lumin, ai e don edhe fëmijën. Kështu që fëmijët e mi nuk janë ardhur në këtë botë me telegram. Unë i kum bë. Unë jam përgjegjës për fëmijët e mi. Por shteti është përgjegjës për qenë të rrugëve. Ma ka thonë një diplomat ndërkombëtar, ndash me ditë që një shtet sa është kërka, veç shiko a sheh qenë për rrugë. Ke po ti qenë në herë në për rrugë në Ljubljan, a në Zagreb, e më shkojmë në Vjena dikon, ato ishe veç në Shqipni edhe të na. Kështu që përparim Rama nuk i ka me të këtyne, do me thonë njerëzve që e kanë hop këtë debat totalisht pa lidhje.